Nga gjitha ju gjithë. Mirë se keni ardhur në kuvendin e Veriut. Unë jam nxjerrësi, tha Zefi, jam një zonë i mirëditës në Gjermani dhe në diasporë. Bravo, bravo! Si e mendojmë ne, iniciator kuvendin e Veriut? Për ne, kuvendi i Veriut është ajo piskama burrëve të moqëm që vjen nga thellësitë e zemrës, nga padrejtësitë që janë bën këtij kombi, këtij komuniteti. Kuvendi i Veriut për ne është vaj i nanave që e kanë shtëpia të thatë e bie në kurbet, që kanë një pamjes atje dhe shumë të vjetër tu po gjinën të vdekur në shtëpia vetëm. Është mirim ky shkon për te, shkon në mirim të një kombi. Kush është qëllimi ose kush është mendimi për kuvendin e Veriut? Kuvendi i Veriut është revolta e një populli fisnik të prembes dhe të tradhtuar nga partitë politike për 35 vjet. Kuvendi i Veriut ka në platformën e vet edhe Bashkimin Kombëtar. Albin Kurti, kur erdhi në pushtet në Kosovë, kishte pikë të parë Bashkimin Kombëtar. Por mas shumë viteve në pushtet ka harruar ta përmendë këtë fjalë. Dhe jo vetëm kaq, por po diskrediton gjithë institucionet e Kosovës me pazare partish politike. Çfarë është kuvendi i Veriut? Kuvendi i Veriut është zgjimi për amanetin e të parëve që na lanë këtë kombë të lirë. Kuvendi i Veriut është aromë lirie. Ky ishte si e ndjej unë kuvendin e Veriut dhe si mendojmë ne kuvendin e Veriut. Ne nuk jemi njerëz sallonesh partish politike, as presidiumesh, na simi orator, ne kemi të metat tona, na simi shkencëtar. Por Shqipërinë e kanë bën patriotët që e kanë dashur me gjithë shpirt, familjen dhe kombin. Dhe ne jemi nga ata, bi e bijat tuaj, që ju duam shumë ju dhe kombit tonë. Foli ajo zoja ekonomiste me statistika për diskriminimin e Veriut, por edhe për diskriminimin e gjithë shqiptarëve. A ka diskriminim më të madh sot se ti thush popullit shqiptar që njeriu nuk vlen, po do gjeni një kufom, një kukull dhe thon kjo është ministra kryesore e juja. Djella, edhe me tallë Veriun pak edhe me emrin Djell, e ka zgjedhë dhe katolike. A ka diskrimimi më të madh o zotëri? Kur Lezha, që është pikënyra e qarkullimit ku vinë gjithë emigrimi nga Moriçani, nga Shkodra, por vinë dhe 2 milion kosovar me hyrë në Shqipëri, dhe ti dhe 2 tra ja vend, pagesë, por 7 orë me shku nga Miloti deri në Ballëndrej. A mund të themi diskriminim apo jo? Në qoftë se ju zotëri, e menoni që nuk është diskriminim, që thotë kryeministri që do vemi të centralin dhe të përmysim 43 fshatra në Dibër, pa folë mas një Dibran, pa bo asnjë kuvend me njerëzit, as me politikën, as që duket diskriminim ky. A ju duket ju vëllezër diskriminim që një njeri, një qytetar, ka probleme me ligjin, dhe në qoftë se shkon procesi zyrtësor në rrugën më të mirë duhen 15 vjet, dhe në qoftë se shkon shumë keq duhen 25. A ka më të merë? A ju duket ju diskriminim që ka vite që këtu
vjen tjetri, Erion Velia e tjetri se nuk du të armema, ta prish shpin, s'ta ka gjetë ku me jetu as me qira, ta shem. Vjen kryeministri thot, vitin tjetër do t'jo legalizoj, por thirri bitujt, bajnë shpijat, bajnë pronat, bajnë lokale, dhe vjen kryeministri sa më rëzgjithë dhe fiton votat a i vjedhë puna ti, dhe i shem gjitha. Në kapitalizm, prona dhe liria janë ksheta. Ne, si kom, sistemi shoqëror këtu ka rëshqit në autokraci, dhe ne po flem gjumë, jo vezër. Ose do të pranojmë slavërimin, ose do japim besë njëri tjetrit të Kuvendin e Veriut, ta sensibilizojmë gjithë popullin dhe të shohemi punat kësaj keqje që ka ndodhur. Ju falenderoj shumë. Britania e Madhe e mbështet fuqishëm Kuvendin, ka shumë përfaqësues